E përmende pak më herët reaksionet alergjike, që shpesh din me qenë edhe shumë stresuese përveç që të vështira që mund me shku deri në frymëzanie. Si duhet reagoj edhe pacienti në një reakcion alergjik të momentit, po edhe familjarët derisa të vjen emergjenca? Duhet të marrë prymë sa ma shumë, sepse problemi kryesor është ndalja e primarjes. Mirë, po nuk ka zgjidhje tjetër. Duhet patjetër mu lajmërute në stafin mjekësor. Disa e pret qatë kohën e kam fjallën. Nuk ka që ka banë, s'ka diçka që ka banë familjari, absolut. Edhe në ndodhë që shumë shpejt vinë. Jo, s'ka që ka... As kur gjo me dhonë me pia, as kur gjo... Jo, te intoksikim, te helmimet apo thu. Mundet të ndalim, unë e pata në përgjithësi reakcionet alergjike. Te reakcionet alergjike. Jo, nuk ka diçka. Do më thonë duhet të lajmërohet pa tjetër të mjeku, sepse është një gjendje shumë urgjente. Do më thonë në shkon dhejtë ndalja primarjes, pastaj ndryshime në lëkur, mund të vjen edhe dhejtë edema, do më thonë në krejtë, laringut që duhet në disa raste edhe të intubohet, do më thonë të sigurohet oksigjeni, është gjendje shumë e rëndë, sepse vjen deri te shoku anafilaktik. Aty që duhet të veprojmë shpejt, që jepem adrenalinë dhe terapi, duhet të veprojmë do më thonë pa tjetër. Mbaret për i rasteve. Pastaj reakcionet alergjike po janë të ndryshme, pibarnave të ndryshme shkaktohen, antibiotik po janë ma të shpesht, mirë po në këtë kohë kemi edhe pi kontrasti. Do më thonë kontrasti kur po kemi me bë angioCT, që po është CT me kontrast, ajo po na shkakton shpesh në këtë kohë. Pastaj janë intoksikimet, do më thonë janë reakcionet alergjike edhe me ushqim. Po, me kikirika, me arra, edhe ato janë si të shpeshta. Mirë po duhet të lajmërohet pa tjetër në emergjencë. Po, përveç që duhet të lajmërohet që është rekomandimi kryesor, nuk ka ndaj specifik që, si me thonë, unë kam një reakcion, po më nxinet fryma, derisa të vini ju me marë, ose derisa të mbinë mu familjar të kjo. Ajo shok, ashtu shok anafilaktik. S'ka kur gjash ka mundesh, jo. Kjo pak që pret, procedurë që pret. Nuk shkon shpejt, nuk avancohet shpejt. Mirë po ka raste që bjen shok alergjik me njerë. Ajo është shumë e rëndë, që po thomë shok anafilaktik që shkon atër, duhet të përdoret. Po që unë po besoj, ju ndodhë plot prej penicillinës që kanë shku. Shumë, ajo po. Ajo shok anafilaktik, dhe më thonë aty duhet vëprohet shpejt, me adrenalin, kortikosteroid, sinopen, aminofilin, dhe më thonë janë terapia që duhet shpejt, mirë pa ajo veç në kujdesjen e mjekut, dhe më thonë stafit mjekësor është.